Mirëmbrëma, shikues të televizionit të shtatë, ky është edicioni qendror i lajmeve. Fillimisht ndjekim ngjarjet kryesore të ditës. Bëhen përgatitjet e fundit që nesër të festohet për vjetorit 18 i pavarësisë së Kosovës. Prishtina mbulohet me flamurin shtetëror dhe simbole tjera. Qytetarët pranojnë urim për këtë festë edhe nga presidenti amerikan Donald Trump përmes një letre dërguar presidentës Osmani. Nesër parakalon edhe FSK-ja. 18 vjet shtet në gjykatën speciale përfundon faza e deklaratave përfundimtare. I fundit që dha fjalën për mbyllje para trupit gjykues ishte mbrojtja Jakub Krasniqit. Për herë të parë gjatë këtyre ditëve aktivizohen edhe gjyqtarët pranojnë sqarim nga prokurori specializuar mbi kërkesën për të dënuar ish-krerët me nga 45 vjet burgim. Kryeministri shqiptar Edi Rama vjen për vizitë zyrtare në Kosovë, pritet me ceremoni shtetërore nga presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti. Rama merr pjesë në promovimin e një libri, zbulon sekretin shtetëror se Osmani u kërcënua për 2 vite nga ZPS-ja pasi nuk ju lejoi qasjen në zyrën e presidentës. Nesër në orën 14 marshohet masivisht në sheshin kryesor të Prishtinës, ku kërkohet drejtësi për ish-krerët UÇK-s, cilët po gjykohen në Hag. Organizatorët finalizojnë përgatitjet, presin qindra mijëra qytetarë të bashkohen thirrjes së tyre. Krerët shtetëror nuk konfirmojnë pjesëmarrjen. Kuvendi i Kosovës mblidhet në seancë pas diskutimeve e mospajtimeve. Miratohet buxheti për vitin 2026 në vlerë prej 4 miliardë eurosh. Për miratimin e tij votuan 66 deputet, kundërishën PDK dhe LDK që patën kritika për ndarjen buxhetore. Avokatët mbrojtës thanë fjalën e tyre. Në dhomat e specializuara u përmbyllën deklaratat përfundimtare të mbrojtjes që erdhën pas atyre të prokurorisë. Këtë hënë radhën e pati mbrojtja e Jakub Krasniqit, të cilët ja bën të qartë trupit gjykues se ish-zëdhënësi i UÇK-s nuk është si Miloševiqi. Të parët në objektin e gjykatës hynë ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas tyre në këto ambiente arrin edhe ekipet mbrojtëse. Me 40 minuta vonesë për shkak të problemeve teknike, nisi seanca e parafundit në gjykimin më të madh në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Këtë hënë seanca nisi me vazhdimin e fjalëve përfundimtare të Jakub Krasniqit, i cili mbante veshur kollare me simbole të shqiponjes 2 krenare. Për avokatin e tij mbrojtës, është e pakuptim fakti se pse klienti i tij akuzohet nga ZPS-ja si antar i ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Bislim Zyrapi ishte antar i shtabit të përgjithshëm me të cilin ka folur Dobruna. Ai nuk është akuzuar nga prokuroria dhe ai shprehimisht ka thënë se ai nuk është antar i NPK-s. Po ashtu Sokol Dobruna, Sokol Bashota nuk janë akuzuar dhe nuk janë shikuar si antar të NKP-s. Edhe kërkesa për dënim me 45 vjet burgim është paqe pa kuptim për të. Ish-zëdhënës kryeministri Jugoslav Nikola Sajnović, generali i ushtrisë jugoslave Nebojša Pavković dhe generali i policisë serbe Sreten Lukić u dënuan secili me nga 22 vjet burgim. Generali i ushtrisë jugoslave Vladimir Lazarević dhe shefi i shtabit të përgjithshëm Dragoljub Ojdanić ishin shpallur fajtor dhe ishin dënuar secili me 15 vjet burgim. Dhe tani është e habishme se si prokuroria kërkon dënim me 45 vjet burgim, me shumë se dyfishi që uadan udhëhecëve serb. Një figurë e respektuar e një mësuesi në Kosovë para lufte nuk mund të krahasohet në asnjë rrethan me kasapin e Ballkanit. Jakub Krasniqi është njëri krejndryshe, nuk është i njëjtë si Miloševiqi. Për aktivizmin e tij, Jakub Krasniqi ka paguar shtrajnt. Ai ka kaluar 10 vjet si i burgosur politik ku ka pësuar tortura, ke shtrajtim të rënd në kushte të tmerrshme në burgjet e autoriteteve jugoslave. Ai është kundërshtar i gjatë i regjimit serb dhe është krenar për këtë, jo për urrëtie ndaj serbëve, por kundërshtonte politikat e apartheidit kundër shqiptarëve të Kosovës, të imponuar nga regjimi serb i Miloševiqit. Jakub Krasniqi gjatë gjithë kohës në seancë e mbante kokën lart, e qeshte me publikun pjesëmarrës në gjykatore. Nuk përfundoi këtu gjithçka. Në një pjesë të seancës së sotme, gjyqtarët nisën të kërkojnë përgjigje nga prokurorët e specializuar. Një nga kërkesat ishte edhe arsyetim sa i përket qëndrimit të ZPS-s, që 4-shja e UÇK-s të dënohet me nga 45 vjet burgim.
Dua të sqaroj një pikë. Në akt akuzë ju kërkoni trupit gjykues të shpall fajsi në lidhje me secilën nga 10 akuzat që ngrihen, por nuk kërkoni trupit gjykues të shpall fajsin për incidentet individuale që janë relevante për akuzën. Keni më shumë se 40 vrasje të pretenduara. Shpalljen e fajsisë që kërkoni ju është vetëm për pikën 8, 9 dhe 10. A e kam kuptuar drejt? Po e keni kuptuar drejt. Pikat janë për këto krime, por krimet janë të bazuara në incidente individuale dhe sigurisht që ju duhet të shqyrtoni çdo incident individual. E krejt çka ka ndodhur në hapësirat e sallës ku zhvillua kjo seancë e kanë ndjekur nga afër gazetari çlirimtar Morina dhe kameramani Riard Blaca. Me ta tani do të lidhemi drejt për drejt për të mësuar më shumë mbi aktivitetin e speciales në ditën e parë të javës. Përshëndetje çlirimtar, çfarë nuk u publikua në seancën e sotme? Presim derisa çlirimtari të jetë gati. Gjatë gjithë kohës në Kosovë ka pasur shpeshherë pikpyetje rreth disponimit dhe rreth gjendjes shëndetësore se cilën e kanë pra ish kryetar çlirimtarët e Kosovës gjatë kësaj përballje maratonike me drejtsinë në dhomat e specializuara të Kosovës. Mirë, po ajo që mund të them nga ajo çfarë kemi parë gjatë gjithë ditës së sotme është që ata Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi kanë qenë të gjithë në një gjendje mjaft të mirë shëndetësore, një disponim mjaft të mirë dhe gjatë gjithë kohës kanë buzëqeshur, i kanë përshëndetur, pra gjatë çdo pauze çdo pushim në seancë, pra i kanë përshëndetur të pranishmit në sallë, përfshirë ne gazetarët, qytetarët aty këtu, disa prej tyre të cilët ishin të pranishëm, mirë po dhe familjarët, të cilët janë një numër prej tyre, ishin vllaznia Hashim Thaçit, vllaznia Recep Selimit dhe gjithmonë për sa herë kishte pauza, gjithmonë ktheheshin lart nga galeria ku gjendemi ne dhe përshëndetenin, buzëqeshnin dhe gjithmonë pra thashë edhe më parë me një disponim mjaft të mirë. Gjatë kohës zyra prokurorit e specializuar pra i përgjigjej pyetjeve të trupit gjykues dhe i parashtroi disa komente shtesë rreth në këtë çështje që konsiderohet më e madhja pra në dhomat e specializuara të Kosovës. Hashim Thaçi përgatitej për fjalimin, për fjalën përfundimtare që do ta jap të mërkurën, pra diku rreth 20 minuta janë të rezervuar për ish-presidentin e Kosovës dhe gjatë gjithë kohës diku rreth 20 faqe tekst ka që të cilën do ta lexoj, do ta interpretoj, do ta thot si fjalë të fundit në këtë çështje gjyqësore që pritet që seancën e fundit të përfundoj për të mërkurën, ndërsa 10 UÇK-s Recep Selimi gjatë gjithë kohës njërin, nëse mund ta quhesh të njërin vesh e kishte tek procesi gjyqësor dhe pjesën tjetër të trupit apo me duar, me mendje e shprehte kreativitetin e tij në disa vizatime që i bënte fillimisht nga ajo që mund ta sheja duke si një trung dhe më pas u kthye në një vizatim abstrakt, një gjë që vetëm Recep Selimi e di se cila është mesazhi i asaj fotografie, atij vizatimi, më falni, por dhe dhjetrat të tjera i kishte pasur me vete në një plastik të cilën i barte ato dhe i ruante me mjaft kujdes, por të gjitha vizatimet i mbulonte më pas me një pallum ku të mos të fshiheshin gjatë transportimit të tyre për në qendër të paraburgimit. Nga ajo çfarë kuptua Omar se janë diku rreth mbi 200 sosh të cilët i ka vizatuar Recep Selimi në qendrën e paraburgimit, por edhe gjatë seancave të mbajtura në gjykatë speciale dhe sikur që me herët i ka pasur një ekspozit ku i ka prezantuar kreativitetin e tyre, ndoshta do të kemi rast edhe ditëve në vijim. Edhe Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli gjithashtu ishin me një disponim mjaft të mirë gjatë gjithë kohës buzëqeshnin dhe përshëndesnin pra qytetarët e cilët po e shikonin gjatë kësaj seance të parafundit që do të bëhet në çështjen ndaj tyre dhe se me këtë disponim, me këtë optimizëm, të themi ashtu, do të paraqiten edhe të mërkurën e gjatë fjalëve të tyre përfundimtare ku edhe do të përfundoj i gjithë ky epilog i cili ka filluar qysh në vitin 2015 dhe më pas në vitin 2020, në 5 nëntor të 2020-s edhe kur janë arrestuar që një gjë që cilën ndoshta mund ta ceken atë çfarë nuk është parë në kronikë është që
dorëzimi vullnetar që është kërkuar shpeshherë nga mbrojtja e ish kreve të ushtrisë ligjore të Kosovës të konsiderohet si provë shfaqësuese apo si faktorë shfaqësuese, një gjë e tillë është kundërshtuar nga zyra e prokurorit të specializuar duke marrë një shembull për cilën mbrojtja Hashim Thaçit, Luka Misetić, avokati kryesor, tha që për këtë person të cilën po e merr shembull prokurori është pra pas 17 vitesh narrativ dhe jo sikur në rastin e 4 se UÇK që të gjithë e dim që janë dorëzuar vullnetarisht dhe pa asnjë presion apo asnjë për ndjekje ose diçka të tillë, por gjithmonë kanë qenë, ose më mirë ta themi, ishte vetë mbrojtja Hashim Thaçit, e cila kanë thënë që të mos ishte, pra Hashim Thaçi në fakt nuk do të ekzistonte as zyra prokurorit të specializuar dhe as vetë gjykata speciale apo vetë dhomat e specializuar të Kosovës. Këto janë zhvillime gjatë ditës së sotme, se cilat kemi mundur t'i përcjellim. Gjatë ditës së nesërme do të jetë ditë feste, do të jetë ditë pushimi në dhomat e specializuar të Kosovës, ndërsa do të rikthehet sërish të mërkurën me fjalët e mbrojtësit të viktimave, me pas disa komente nga avokatët mbrojtës dhe më pas do të jenë pra fjalët përfundimtare të ish kreve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit shërimtar për gjitha këto informacione, ndërkaq ne vazhdojmë rrjedhën e edicionit të lajmeve derisa dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë nesër e kanë ditë pushimi pikërisht kundër këtyre veprimeve, protestohet në Prishtinë. Gjithçka është finalizuar sa i përket përgatitjeve për marshin drejtësi jo politik që mbahet nesër në mes të qytetit. E në këtë ngjarje që pritet të jetë më masivja e këtij lloji, nuk ka folës politikan. Pankardat me thirrje për drejtësi janë gati. Ato të martën do të jenë në duart e mira njerëzve që pritet të mblidhen këtu në sheshin kryesor të Prishtinës. Krejt ky organizim po bëhet në shenjë pakënaqësie me gjykimin e 4 së ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë. Organizatorët kanë paralajmëruar se numri pjesëmarrësve do të jetë më shumë se 200.000. E qytetarët duket se vetë se janë gati. Kush i ka kushtet, kush mundet me dalë, mirë është me dalë. Në ditën e pavarësisë, kur do marshohet kundër gjykimit të padrejtë në Hagë, në Prishtinë do të jetë edhe një qytetar nga Mitrovica. Hashim Thaçi, shola e lëshojnë sa më shpejt. Hashim Thaçi, UÇK, Kadri Veseli, respekt për herojët e luftës. E një tjetër i moshuar pret pjesëmarrje masive në protestën e së martës. E Gjilan, e Kamenic, e Shkup, e Diber, e Gostivar. Jo që kanë me morë pjesë, po edhe ata që s'kanë mundësi me ardhe, ata janë edhe më të bekumë. Ndryshe nga këta, dikush deklaroi se s'do të marrë pjesë. Kundra gjykimit jo kurse se ikë. Për t'ju bashkuar protestës, organizatorët bën një thirrje. Po shihet edhe disponimi edhe gatishmëria, kjo protest mund të jetë më e madhe ndonjëherë në Kosovë, sepse ne jemi në teren, jemi edhe me qytetarë dhe gatishmëria e tyre është në kulm. Tasholli tregoi se do të ketë një folës. Një prej tyre për shembull është Vasfia, Krasniqi Gudman, po ajo do të drejtohet masës atje. Protesta drejtësi jo politik do të mbahet të martën në orën 14 në sheshet kryesore të kryeqendrës kosovare. E për gjithë procesin në Hagë, tashmë ka një libër të shkruar. Ahmet Shala, akademik e ish ambasador, promovoi librin Kur heshtja flet, ngjarje në cilën ishin të pranishme figura të rëndësishme. Këtu kryeministri shqiptar Edi Rama i nxori presidentës Osmani një sekret që pikërisht lidhet me prokurorinë e specializuar. Pas takimit të mbyllur, erdhën së bashku në përurimin e librit për gjykimin e madh në Hagë. Përveç presidentës së Kosovës dhe kryeministrit të Shqipërisë, prezent ishin edhe bashkëshortet e ish-krerëve të UÇK-s. Këta të fundit u shfaqën edhe në ekranin e madh që përshkroi rrugtimin e tyre nga lufta tek shtetëndërtimi dhe përballja me drejtsinë. Dhe sipas Ahmet Shalës, që shkroi librin Kur heshtja flet, nuk mund të ketë liri për shtetin pa drejtsinë ndaj tyre. Shrova si një qytetar, se dikush që ka parë, ka dëgjuar, ka prekur dhe ka përjetuar vetë, por edhe ka parë në sytë e të tjerëve dhimbjen që nuk shumë. Drejtësinë e rënuar dhe dignitetin që nuk dorëzohet kurrë. Dikur kundërshtare ashpër në politikën ndaj tyre, tash shefja e shtetit po u del në mbrojtje paraardhësit të saj në presidencë dhe të tjerëve. Ky libër trajton jo vetëm rrëfimin personal të autorit Ahmet Shala, nga vizitat në Hagë të krerët e UÇK-s, të ish presidenti Hashim Thaçi,
ish kryetari Kadri Veseli, ish kryetari Jakub Krasniqi dhe ish kryetari grupit parlamentare Gjep Selimi, por edhe për gjykimin e padrejt që po bëhet ndaj vetë proceseve tona jetike, ndaj lirisë e pavarësisë sonë dhe përpjekjeve për çlirim, të cilat u ndërmorën në shërbim të lirisë dhe mbijetesës së popullit tonë. E kur fjala ju dha mysafirit nga shteti shqiptar, ngriti një paralele mes të burgosurve dhe liderëve amerikan. Duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clinton, duhet arrestohet Arja Solana, duhet arrestohen Tony Blair në diskutohet, për ministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve. Madje ky tregoi se prokuroria e Hagës deshi ta bastis presidencën e Kosovës, por Osmani nuk i lejoi. Edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhënonin zyrën e institucionit president Kosovës. Mirë po as kë e as presidenti Vjosa Osmani nuk pranuan pyetje nga gazetarët pas përfundimit të promovimit të librit. S'ka problem. Shihemi na nesër krejt këtu jemi. Pyetje dhe as deklarime nuk pati as paraprakisht kur presidenti Vjosa Osmani e priti me ceremoni shtetërore në presidencë kryeministrin shqiptar Edi Ramën. Megjithatë u tha se në këtë takim Osmani e Rama diskutuan mbi marrëdhëniet nëpërmjet dy shteteve dhe zhvillimet aktuale në rajon. Në takim u theksua rëndësia e koordinimit të ngushtë politik dhe institucional mes Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe bashkëpunimi në kuadër të Bordit të Paqes, ku nënvizua angazhimi përbashkët në iniciativa globale që promovojnë sigurinë, dialogun dhe vlerat demokratike. Gjithashtu përmend edhe ftesa e presidentit Donald Trump për pjesëmarrje në këtë bord si shenjë partneritetit me aleatët strategjik. Pas Osmanit, kryeministri Rama takoi edhe homologun e tij kosovar Albin Kurti, ku vijuan diskutimet mbi bashkëpunimin dy palësh dhe çështjet rajonale. E para se t'i shkon të Edi Rama, zyra e kryeministrit Albin Kurti u hap herët në mëngjes për ta pritur shefin e BE-s në Kosovë, Avio Orav. Sipas informacionit nga ekzekutivi, në takim u diskutua për marrëveshjen mbi planin e rritjes, e cila u miratua në kuvent të premten. Mëngjesin e së hënës, dyert e kryeministrit u hapën për një mysafir të rëndësishëm. Zyrën e kryeministrit Albin Kurti e vizitoi shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Avio Orav. Sipas informacionit nga ekzekutivi, në takim u diskutua për marrëveshjen mbi planin e rritjes, e cila u miratua në kuvent të premten. Për kryeministrin Kurti, prioriteti i qeverisë sapo zgjedhur është gjithashtu përshpejtimi i agjendës së reformave për integrim në Bashkimin Evropian. E falenderova ambasadorin Orav, shefin e misionit të Bashkimit Evropian në vendin tonë, për urimet e tij që kemi konstituar kuvendin e legjislaturës së 10 dhe për formimin e qeverisë, gjithashtu edhe për aprovimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian, i cili e ka një vlerë të gjithëmbarshme për Republikën tonë 882.6 milion euro. I pari i ekzekutivit nënvizoi se BE është partner i besueshëm i Kosovës. Ne konsiderojmë që Bashkimi Evropian është organizata e paqes dhe sigurisë, ku ne dëshirojmë edhe të kontribuojmë, edhe të përfitojmë, e për këtë është nevojshme që sa më parë ta marrim statusin e vendit kandidat dhe pyetësorin nga Komisioni Evropian që do të na ndihmojë të përshpejtojmë agjendën e reformave që padyshim do të jetë prioritet i qeverisë sonë. Në anën tjetër, ambasadori i BE-s Avio Orav përmendi krizën politike në Kosovë duke thënë se testoi limitet e kushtetutës. Të gjithë e dim që vitin e kaluar u testuan limitet e kushtetutës. U derisa kohë, por besoj se tani është e mundur që të lëvizim para në drejtimin e duhur. Është me rëndësi që nga ana evropiane të kemi një partner, një qeveri të qëndrueshme. Jam gjithashtu i lumtur se marrëveshjet lidhur me planin e rritjes u miratuan kaq shpejt në kuvent dhe tani procesi i zgjerimit të
BE-s vazhdon. Shpresoj që me Kosovën të kalojmë faqen tjetër të librit dhe të vazhdojmë për një të ardhme të përbashkët. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar planin e rritjes me Bashkimin Evropian, ku Kosova do të përfitojë mbi 882 milion euro. Kuvendi miratoi ligjin numër 10. Pas një viti problematik, legislatura e re e Kuvendit ka nisur punën fuqishëm. Edhe një seancë mbajt sot, e cila mblodhi deputetët me qëllimin për ta votuar projekt ligjin për buxhetin e vitit që kemi hyrë. Ai u miratua me kundërshtimin e PDK-s dhe LDK-s. Ora shënoi 10:15, por ulësët në sallën e Kuvendit të Kosovës mbetën të zbrazta. Legjvënësit filluan të vinë tek pas 30 minutave dhe ashtu siç kërkoi opozita, prezent në seancën për buxhetin ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Pasi fillimisht votuan për shmangje procedurale, projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026 e prezantoi ministri i Financave Hekuran Murati. E vetmja gjë që ndryshon ka të bëj me pagën e 13, pra që është parapar që jo në fund të vitit, për të bëhet në fillim të vitit, ndërka çështja tjetër që është parapar ka të bëj edhe me ndryshimin apo mundësinë e ndryshimit të tabelave në ligj sa i përket dikastereve në momentin kur qeveria e miraton rregulloren e qeverisë. Mirë, po subjekte tjera parlamentare nuk u pajtuan me atë çka folin në foltore ministri Murati. Madje kryetari PDK-s Bedri Hamza deklaroi se ekspozea e kryeministrit dhe prezantimi i buxhetit nuk kanë as përputhje me njëra tjetrën. 50 milion euro për studimin e burimeve natyrore, as një cent në buxhet. Resortin e Dugaxhinit, 500 milion euro për Brezovicën. Qysh, përmes investorëve privat, kur, përmes buxhetit. 100 milion për investime për Mergatën. As një cent në buxhet. Rehabilitimi Kosovës A dhe B, as gjon buxhet konkrete. Edhe homologu i tij në LDK pati një varg kritikash për projektligjin e ekzekutivit, por më së shumti tek buxheti i kryeqytetit. Madje shtoi se nëse ai nuk përfshihet, të ta shqyrtojnë pozicionin kur pushteti do t'i nevojitet vota e tyre. Ne që kemi marrë besimin aty, por edhe domosdoshme që të kuptojmë relacionin që do të ketë LDK-ja me këtë kuvend. Nëse LDK si mohohet nga ky kuvend, një drejt kushtetuese, vetëm nga vullneti i numrave shumic, atëherë edhe LDK-ja do të ridefinoj pozicionin e saj në relacion me çështjet që kërkojnë dhe numrat tonë në këtë kuvend. Ndërkat shefi i grupit parlamentar të AAK-s e kritikoi qeverinë për mënyrën e ndarjeve buxhetore. Investimet për vitin 2026 në raport me investimet kapitale në ushtri të vitit 2025 dallojnë jo më pak se 2 milion euro. Qysh blehen bre krejt ato armatime? Krejt ato zotime që u bë qysh me 2 milion euro më shumë? E kryeministri Albin Kurti mori fjalën i fundit nga liderët e partive politike, duke u përgjigjur në kritikat për rritjen e inflacionit dhe importeve. Janë 37 rrugë ilegale që janë mbyll anën banë Kosovës, prej tyre 27 në veri të Kosovës. Dhe eliminimi i kontrabandës natyrisht që ka kontribuar në rritjen e importit përveç se rritjes së fuqisë blerëse, ku një pjesë e konsiderueshme janë mallra të cilat vijnë nga jashtë. Është e vërtetë që ka pasur rritje të çmimeve të produkteve bazë, por ato do të kenë tavan së shpejti. Gjithashtu shtoi se do vinë me buxhet të rishikuar pasi ta bëjnë edhe prezantimin e programit qeverisës. Para se ajo ekspoze të shndrohet në buxhet të ri, duhet të vijë te ky programi qeveritar. Pra do të ishte jo normale që ne këtu të sjellim tash buxhet në përputhje me ekspozen pa e sjell paraprakisht programin qeveritar. Rendi logjik i gjërave për nga kronologjia është kësaj. Në fund, pas diskutimeve tjera edhe nga deputetët që kërkuan fjalën, Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të parë projekt buxheti në vlerë prej 4 miliard eurosh për vitin 2026 me 66 vota për. PDK dhe LDK ishin kundër, kurse lista serbe abstenoi. 66 vota për. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet edhe nesër në seancë, veç se ajo do të jetë solemne në nder të përvjetorit të 18 të pavarësisë së Kosovës. Edhe Kuvendi Komunal i Prishtinës do të mbajë një mbledhje me këtë motiv. Por kryeqyteti nuk ka parapar program festiv, sepse fokusi do të jetë në marshin protestues për çlirimtarët. Në kapetat e secilit qëndron emblema e UÇK-s.
Në këtë formë, nxënësit e shkollës fillore me të Bajraktari në Prishtinë po shënojnë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Para kryetarit të komunës Përparim Rama, vogdëshët përformuan në programin festiv të organizuar nga shkolla, duke përcjell mesazhe dashurie për atë dheun. Me këtë rast, Rama vlerësoi angazhimin e nxënësve, duke nënvizuar se brezat e rinj janë forca që do ta çojnë vendin përpara. Në shoqëri inkluzive, në shoqëri që beson në demokraci, një shoqëri që na bën pjesë të familjes së madhe evropiane, ku edhe aty do të kemi edhe shkrirjen e gjithë kufive edhe të jemi bashkë, ashtu siç edhe kemi planifikuar dhe menduar. Në anën tjetër, sheshet dhe rrugët kryesore të Prishtinës këtë han po përgatiteshin për ditën e pavarësisë. Flamuri shtetror dhe ai kombëtar u vendosën në hapësirat kryesore të kryeqytetit, duke i dhënë qytetit atmosferë festive. Megjithatë, nga komuna e Prishtinës këtë vit nuk do të ketë organizime festive përtej ceremonive sodemne, për ta përqendruar vëmendjen te protesta kundër gjykatës speciale. Si kryeqytet bashkëndjejmë dhe jemi pjesë të them e marshit dhe nuk e kemi pasur arsyeshme që do të ketë ndonjë festim tjetër. Festa jonë këtë vit është pjesë edhe e marshit edhe aktiviteteve që bëhen si pjesë e agjencës shtetërore. Sheshet e kryeqytetit nesër priten të mbushen me mijëra njerëz. Për këtë, fushtica thotë se kanë dhënë mbështetjen e mjaftueshme. Përveç se kemi dhënë normal lejen dhe për krahjen, po ashtu do të kemi prezent, si ka thënë edhe kryetari, pra transporti publik do të jetë pa pagesë nesër, dhe po ashtu do të mbështesim edhe me njësitet e zjarfikësve dhe me ndihmën me urgjencën mjekësore, dhe me çdo gjë që ka nevojë që ky marsh të jetë sa më madhështor dhe sa më mirë i organizuar dhe që të përçojë mesazhin e kërkuar. Ndërkaq, programi i manifestimeve shtetërore nga qeveria pritet të nisë në orën 7 të mëngjesit me ngritjen e flamurit e të mbarojë në orën 20 me koncertin e Filharmonisë së Kosovës. Ndërsa në orën 11:30 është paraparë të mbahet parakalimi i trupave të forcës së sigurisë dhe policisë. Në prag të fesës së pavarësisë, urim për popullin e Kosovës ka ardhur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Në një letër dërguar presidentes Vjosa Osmani, Trump ka theksuar se SBA-ja mbetet e palëkundur në mbështetjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Dërsa marrëdhëniet tona vazhdojnë të thellohen, ne presim me padurim të zgjerojmë partneritetin ton duke përfshirë përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve që nxisin prosperitetin e përbashkët, thuhet në letrën e Trumpit. Flasim tani për sulmin në kanalin e Ibe Lebensit që kishte ndodhur në nëntor të vitit 2024. Në gjykatën themelore është mbajtur seanca fillestare ndaj të akuzuarve për kryerjen e kësaj vepre penale. Ata thanë para trupit gjykues se nuk ndihen fajtor derisa konfirmohet se 2 prej tyre janë duke u hetuar edhe për vrasje. Në nëntorin e 2024 të dëmtuan e cënuan sigurinë e vendit. 2 vëllezër Dragisha e Jovan Vicentejević e Igor Dimović të hënën u paraqitën në themelorën e Prishtinës si të akuzuar për sulmin në Iber Lepenc. Me pranga në duar u olën njëri pas tjetrit në seancën fillestare pas aktakuzës së ngritur para 2 muajsh. Fillimisht gjyqtari mori në pyetje Jovan Vicentejević, mbi të cilin rëndon akuza edhe për spionazh. Veç kësaj aktakuze, ai po hetohet edhe për një vepër tjetër të rëndë. Më herët nuk kam pasur, por tash para disa ditësh kuptova se në pej po iniciohet një vepër kundër meje për vrasje. Për të njëjtën vepër nga prokuroria e Pejës po hetohet edhe vëllai i tij Dragisha. Para tyre, prokurori special Bekim Kodrali u lexoi aktakuzën për të cilën akuzohen tashmë 3 të akuzuarit. E kanë vendosur një sasi të konsiderueshme të eksplozive që shërben për përdorim ushtarak, rreth 20 kg të llojit tritolen, në brendësi të kanalit, përmes një çante të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni, duke e pozicionuar në atë mënyrë që të shkaktoj dëmtim serioz të infrastrukturës kritike. Kodrali u tregoi për mënyrën se si Vicentejević kishte spionuar tek shteti serb.
përmes vizitave dhe takimeve që i ka realizuar në Serbi me zyrtarët e saj, e të cilat informacione dhe dokumente i ka siguruar nga aktiviteti i tij spionimit. Në kuadër të dokumentacioneve që i pandehur i ka siguruar gjatë veprimtarisë së tij inkriminuese, janë edhe një dokument i klasifikuar si konfidencial prej 66 faqesh i përpiluar nga KFUR-i. Për 3 pikat e këtë akuzës, të 3 u deklaruan të pafajshëm. Atëherë, ka një vetër fajtor për këto vepra penale për cilat akuzohesh. Dalë se ishte krijuar se krijuar në dellën e zakonit sa këtu rritë? Ne. Pas këtyre 2 të arrestuarit u kthyen sërish në Qeli. Në shtëpitë e të dyshuarve pas arrestimit janë sekuestruar numër i madh i armëve e uniformave ushtarake. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.